Përshëndetje miq, sot do bëjmë perime në furrë, ose briam siç e quajnë disa. Kemi kryer qepën, hudrat, karrotën, kungullin, patlıxhanin, specin e kuq, specin e jeshil, pataten e verdhë dhe patate të kuqe. Të gjitha këto i kemi përzierë të gjitha bashkë. Do t'i hedhim tani domaten e grirë, do t'i hedhim dhe këtë salsiçen e konadit, që është jashtëzakonisht e shijshme. Pra, siç tham, do t'i piperosim, do t'i allatosim, rigon, spec të kuq, majdanoz, një gjethe dafine dhe një çik rozmarin brenda. Pastaj në fund do ta lyem me vajin e ullirit komplet tavën, që është edhe dora e fundit. Pra fillojmë, bëjmë marinimin e tavës. Siç e shikon, këtu kemi bërë tavë me perime në furrë ose briam, siç e quajnë disa. Çfarë ka brenda tava? Ka qepë, hurdha, patlıxhan, domate, spec të kuq, spec jeshil, karrota, patate të verdhë dhe patate të kuqe. Gjithashtu është e marinuar me kripë, piper të zi, piper të kuq, rigon. Gjithashtu kemi futur dhe 2 degë rozmarin dhe 2 gjethe dafine, sepse ka këtë salsiçen që i pranon këto lloj erzash. Gjithashtu e kemi spërkatur bolliko me vaj ulliri. Atëre do ta shikoni dhe përfundimin, ju bëf të mirë dhe miru të gjofshin. Jemi në fazën përfundimtare të hedhjes së vajit. Pra i kemi hedhur të gjithë asortimentet, nga kripa, nga piperi zi, piperi kuq, rigoni, erzat siç e shikoni, majdanozi, dafinë, rozmarinë, hurdha, të gjitha çfarë janë të domosdoshme për një tavë të tillë, sepse kjo përmban edhe këtë salsiçen që i pranon të gjitha këto gjëra. Edhe do ta vendosim në furrë në temperaturën 200 gradë për 1 orë e gjysmë me 2, duke i hedhur dhe një gjysëm gote ujë. Atëherë do shikohemi përsëri pasi t'i kemi nxjerrë nga furra. Ju faleminderit. Tani tavat janë gati, të mbuluara me alumin, do t'i vendosim në furrë në temperaturën siç tham 200 gradë për 1 orë e gjysmë me 2. Siç tham, 1 orë e gjysmë me 2 varet nga nxehtësia e furrës. Unë po e heq një në tavë, edhe do vazhdoj dhe tjetra edhe pak. Pra, ky është rezultati që shikojmë. Kush të dojë mund ta skuq akoma dhe më shumë, ne duam të jetë pak më e butur. Edhe mishi është bërë, salciçja edhe perimet janë bërë, edhe do t'i shikojmë në pjatë tani dhe do i shijojmë. Miqtë e mi, shihemi në videon tjetër.